alaikum. Të dashur miq, mirë se po takohemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku jemi çdo të njëjtë duke filluar nga ora 21 me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë i nderuar, selamu alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur miq, emision Rruga e Ndriçuar, përveç që mund ta ndesni pranë ekranit të rretës, mund ta ndesni dhe në kanalet e hoxhës së nderuar në YouTube dhe në Facebook. Po ashtu mos harroni shkarkoni aplikacionin ju që keni Android në Play Store, ndërsa në iPhone në App Store. Shkarkoni aplikacionin e hoxhës Shefqet Krasniqi, ku mund t'i ndjekni ligjërata, të lexoni librat, keni rubrikat për pyetje përgjigje e shumë gjëra të tjera të çmueshme që mund ta shfrytëzoni aplikacionin e hoxhës. Hoxhë nderuar, para se të pranojmë një telefonat, lexojmë disa pyetje të cilat na kanë arritur nga redaksia. Fillojmë me një pyetje, thotë me pyet hoxhën, i kam 5 fëmijë, djali i madh është semuar nga mosha 21 vjeçare dhe tash i ka 33 vjeç. Mirë po, kur e rrok semundja, po e ofendon krijuesin, klapa Allahun dhe mua po mdhem zemra kur po e dëgjoj. Jam fillestare në namaz, bëj lutje në çdo namaz që Allahu ta shëroj djalin tim. Një këshill nga hoxha. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Allahu në falenderojmë, salavat e selame pejgamberit të bekuar i dërgojmë, shokëve të tij, familjes së tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve, të cilët e kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët të vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, se përket smundjes të atij djaloshi, njëherë në raport me Zotin, e pastaj në raport me prind, në raport me Zotin, pyetja e ceki shumë qartë se kur ta kape e smundje, flet fjalë jo të mira. Fjalë të cilat, po i tha me vetë dijet, del për dini bën kufër. Kur ta kape e smundje, e që nën kupton, nuk din që ka flet. Nuk e ka vetën nën kontroll. Robi, kur nuk ta ka vetën në kontroll, kur nuk e ka vetën në kontroll, pra ka një lloj çmendurie. Çmenduria, probleme psiqike, thuj ma bot, ose do gjende një shprehje, smundje psiqike, shtiqme të ndryshe, mund t'jetë e përkashme, faza, sikur se në këtë rast, kur ta kap, dhe me tha nuk ka gjithë, dhe mund t'jetë e vazhdueshme, e që është edhe me rëndë. E vazhdueshme, ka kap smundja, ka pësue runa zëtë ndo një lëndim në tru, ose format të ndryshme, dhe më veç Zoti mund me shëru mjekësia e qëndurt. Mjekësia e qëndurt, ka se sa të dush, këtë botën ka. Ajo quhet çmendurie vazhdueshme, ku ka dispozita të veçanta në fe. Ndërsa kjo çka është çmendurie përkashme, ku e kap faza, her. Në 3 javë, 3 muaj, 6 muaj, më të mëdha. Do të më rrallë. Dispozitat e këtina janë 2 pjesë. Në fazën kur është shëndosh i kthjellët, është normal se kurse ne, i obligohet namazi, agjerimi, i mirën parasysh fjalët e tina, shprehjet që i flet, ka të drejtë me shite, me ble,
kontratat e tij në invalide, sepse kjo ka në raport me Zotin, në namaz, në ibadet e krejt, të agjerimi, të haxhi, në shitblerje, sepse edhe shitblerja ka kushte. Shitblerja për të çmendurit si kontrat është jo valide. Nuk pranohet. Martesa atje e pranoj gruan, e pranoj martesën filan gruan, apo e shkororizoj. Po që se është këtë fazën e çmendurisë nuk pranohet. Nuk I merret parasysh shkororizimi. Po nëse është këtë fazën kur është e kthjellët, I merren parasysh. Pra kjo fazë I merren parasysh krejt. Kur të kape faza tjetër, namazet binë. Se ka obligim më falë. Ndoshta ti ja rrok pak trunit që do të më bëjë diçka, po nuk den. Nuk den. Më ndot më që më agjeru, ose kupton që pa agjeron, po nuk ja dhe rëndësi, nuk den. Personi I tillë edhe flet fjalë të cilat janë të rënda, krejt kjo nuk shënon lapse për te. Dhe për këtë ka shumë argumente, ndërto argumente më I qartë edhe më I thjeshtë, edhe për ta kuptuar, për ta mbajtur mend. U shëdit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an thalath, lapsi është pezullu, është ngrit për 3 persona. I fjetëri derisa të zgjohet. I njerëm, në gjumë, me folë diçka njeri fjalë të kofret e këta dio nuk I merret parasysh. Po edhe me myt dika në fjet, kura fjet, me myt dika në gjënah nuk e ka. Gjënah nuk e ka, sepse s'ka tru, s'ka kontrol, ka tru në blokum. A I do të më pagu dijen, gjakun, po gjënah nuk ka dallim. Sepse lapsi nuk shënon, ku nuk shënon lapsi nuk ka gjënah. Pra, I fjetëri derisa të zgjohet, fëmiu I vogël derisa të hynë në moshën madhore. Wa anil majnuni hatta yafiq, dhe I treti I çmenduri derisa të këndellet. I fjetëri në gjumë, pra ta në gjumë me tik namazi, mës me dal namazi, mës me dal gjumi për namaz, pasi të kish marrë sebepet, nuk e ke gjuna, por do të më quem, por do të më falë me njëherë se të del gjumi. Bjen me fjet njeri masi që mazrejke pak, se une që bi zakonisht me përshu pak, sepse kam bo tradite pej Medines, ma të edhe s'ja huqe, vësë rrallë njëherë. Dhe subhanallah gjumi nuk kanë dorë të insanit. Edhe kur del gjumi akshami? Kur që është akshami, të rruë, I qindin, pas ka shku. Nëse mu s'ka bo vakia, po me bo vakia din, gjumi me flajt njeri ju, nuk e ka gjëna. Por do të më falë se del gjumi. Pra, mës të nga të reja, po mës të zgjasë. Fëmi I vogël derisa të në moshën madhore, I fjetëri derisa zgjohet, I çmenduri derisa të këndellet, dhe fëmi I vogël derisa të në moshën madhore. Në këtë rast neve po na vijnë këto I çmenduri derisa të këndellet, wa anil majnuni hatta yafiq, dhe lapsi është ngritur ndaj të çmendurit, I marrë thë Shqipnia që e gjuhën asfaltune, derisa të këndellet. Kështu që nuk e ka gjëna fëmijë juaj për fjalët cilat e flet. Çështja tjetër, fusha tjetër në raport me juve, po mërzit një sigurisht, gjithkush mërzitet, e lutë Allahun dhe secili prindi lutë Allahun me shëru, jepni ka pak sadake, lutë në Zotin, dhe Allahu inshallah me madhrinë e vetë, me rahmetin e vetë, e shëran, por në anën tjetër, duke të randë, ka njëherë shumë e randë, por
e vërteta, apo e drejta, apo e mbara, shumë herë një memërit me ka në randë. Që ka po du me thonë me te? Po du me thonë se ka urtësi këtu. Nuk e dini që kam shef Zot mas kësajnë. Nuk e dinë robi që kam çfarë urtësie më shefet masaj sprove që ka qu Zotit e djali i madh veçanti. Nuk e dinë robi. Robi është shkurtpams. Robi është shkurtpams. Robi gjykon, vlerëson atë sa sheh dhe sa kupton me shqisat e tij, me njohuritë e tina. Këto a janë të përkufizuara, po andaj edhe gjykimi tina e mendimi tina është i përkufizuar. Me këthi ndryshe, e vladi smundje fizike, paralize, smundje psiqike, e që psiqike është me ranë se sa fizike. Për momentin njeri ju e shetë randë, një bela, një sprov, një kader e randë tjere. Pa ka mundësi që Zoti pjaqen qatë smundja atina, sepse nuk pa dënë atë me lanë me himu në gjëna. Nuk pa dënë. Nuk pa dënë. La ilaha illallah. Dhe në përmjet sprovës tina, mi ngrit prind të vetë. Lartë të Zotë. Po mos ta këshin qatë sprovë, ta mëse mërë këtë rast, në përgjësi, sprovët ndryshme. Po mos ta këshin një rast të tillë në familje, me ndijen e Zotit, ndijen e hershme të Zotit. Këta do të devijanin. La ilaha illallah. Jam munduar dhe i diko, nuk thëmë se jak më dhanë hakon, sepse nuk do të me qenë modest, nuk pretendojmë një mrekulli, se si jem të tillë, të aty rango. Andaj me modesti e them, jam munduar këtë meselë me shtjellu, se kja diku lidhet në Koran, të puna e vladit, na lidhet në surat Kehf. Na lidhet në surën Kehf me tregimin e Musaut alayhi salam me Hidrin. Në udhëtimin që bëri Musa alayhi salam me Hidrin, i ndodhen 3 ngjarje. 3 ngjarje. Ngjarja e parë është përtheu e prishjanien, pa bërë hak, pa i bëkur gjë. Anje në re, kjo aprishe. Musa e tha, qka bane mëre. Ngjarja e dytë e mbyti djalin. Djalit të lujt me fëmijë, kjo e mbyti. Tha, qysh mëre mbyti njerin, mëre, qysh e mbyti mëre pa hak qka në bane. Që e tha e Musas? Tha, atë këmë thonë që të sënë bënë sabër dhe në fund. Ngjarja e tretë, shku në një fshat, kalimtar të rrugtar, e lypën në shqim. A ka kush me në dhonë me hongër e me pi? Kaq, me në dhonë me hongër, një ka fshat bëk një pikuj. Kush nuk e dha. Kush nuk e dha. Imagine të çfarë kapraca. Një qytet i plot. Thot ka qenë Antakia. Për ata kanë thonë histori, Antakia, njerëz e Antakisë janë më kapracat në botë. Gjithmonë ka qenë vërtet kalimtarve, me qituj, me qilderë me shtinot, me dhanë buk, leta njëha se njëhe, sa të që njëhe gjithsesi, po kalimtar të rastet e ti në kushtien.
Buk me dha njerëzve. Buk me dha njerëzve. E lërëve më të tërkit derën, pa të tërkit derën, me da në rrugë, që kalemdar, prit pak nalë. Ka kjo rrugtarë. Me vete dhe pëmë, dhe buka qatë qëlla. Këtu një se dhanë buk. Të dalë për fshatit, e po një muri për dënë, me rëzu. Hedre kapi, për në reqi. Mu se tha, e pse jam në reqi njerëzve murin? Po këta neve një kafshat bukës në dhanë kush, një pikujës në dhanë neve kush, e ti për në reqi murin. Tha mumës, unë e ti më fonë. Atë këmë fasëm për sabër, të apet për më veta, o kry. Unë e tha me ty më, jo me vazhdo rrugën. Ama para se më nda për të rëgaj për të ri rastet. Ta në kushket e rastit dytë për e djallë, e di qka i dha. Allahu ka dasht, këtë të rije ka bëmu edhe rëtë zotit, me urdhe me emër të Allah. Allahu për dënë, me a falë një vlat tjetër më të mirë. Se kësë është i hajrit. E prind, ku e din që është i hajrit? Prind, mas ta në vlatëve bojnë, që mas. Po, a javdin tarmën e vlatëve? I ju njani del, lum nana baba, tanë thënë që ka bo, njani del, mirë nana baba që ka bo, një del laraman, një del kërka heq. Apo? A 4-5 janë? Po këta kur kanë qenë vogël, se cili prind e bënd të pa mundurën për e vladë. Nuk i dallan e vladë. Ama i dalin njëjtë, jo dëmës dëshmeresht. Ka një herë del në një pëjtyne shumë haram, tjetër del shumë i hajrit. E tash këtë rast, këtu mundu me shqedhu që sprova që në dërgën Allahu në familje, në vlade. O, ju njerëz. O, ju njerëz, mbështet një Allahut, sepse aje din të ardhmen, të msheften, aje nuk bën keq. Aje nuk bën keq. Ajo që ka na duket neve keq në sytë tonë, o khejrihi o sharrihi min Allahi Ta'ala, të kaderë, besoj më hajrë dhe shirën, në sytë tonë, në mentalitetin tonë, perceptimin tonë, ne nuk mund themi në ndërëj Zotit pse orzova theva kamera se bona ndeshin komunikacion. Nuk themi ne, është aslipe për neve me thonë. Apo, sepse në sytë tonë, perceptimin tonë, kjo është keq një bela, ndaj që ujmë bela kader. Pra aty mundu me shqelu paka shumë, që ata që spravan Allahu, me ndani pak më larkë. Sepse wallahi që nuk ka tjetër pas tina. Njerëzit në botën tjetër, dhe me këte për përfëndej se dhe shtë dhe zhatu, për nashta ja havli. Njerëzit në botën tjetër, do t'i lakmojnë të qmendurve, do t'i lakmojnë edhe hajvanatit, shtazve, baktive, kjo me Koran, o jo me i kullu l'kafir, ja lejteni, kontu të raba. Do t'i lakmojnë edhe hajvanatit. Pse hajvanatit botë shtazore? Sepse ata do të rinjallën gjithsesi, por do të bëhen dhe. Do të bëhen dhe. Sa mira më bëhe dhe në ahiret. E me marë fund që të sendë. Abu Bekri, sahabët, pëtini Abu Bekri, thëtë mirë, une, të shakan në shpenzë, të shakan lesë për më hongër, degë, fletë për më hongër shpenza, ose shpenzë marë për më prejtë dikoshën, po veshtë më së kam më lëgari për në ditë kiametit. Sepse boni quna tanë, la ilaha illallah, këta që speravan Allahu, me mendje, lapsin nuk ju shënan. E mydi ma dhe është Zotit që këta janë për gjenet.
E tani edhe neve hatëri tyne, në veçanti familjen. Hatëri e vladit. Andaj, i lutni Allahun, me shëru po, a mo sabër bëni për i zetë Zotit. Dhe sa më pëlqen mua shumë, kur dikush që është sprovuar, në falet për këtë fjali, që është sprovuar, nëse lypëm sproven, si jem të i lypë sproven, mëse lypni, por nëse sprovoheni, duroni. E sa më pëlqen dikush kur thot, Allahu e ka zgjedhur, ne kem pajtuar me këtë sprovë, dhe jemi të kënaqur me te. Po kjo është fryt i imanit, i lidhjes së tij të fortë me Krijuesin, i bindjes së tij se Allah vepron drejt, dhe vepron mirë, që ka është mirë për robin, ti kofshin falë. Na falni se zgjatëm ndoshta. Hoxh, kemi një telefonues në linjë, ka prit bukur gjatë. Selamu alaikum. Aleikum selam. Na bëni halal që keni prit, po pyetja ishte emocionuese, urnoni. Heq nuk është kur që faleminderit shumë. Deshta me përshëndet hoqën shumë. Faleminderit. Edhe i kam 2 pyetje. Hajde bismillah. Që 2 muaj ka dek qika i ka post 13 vjet. Edhe u konsmuta e për i mëlqie. Edhe unë kur s'ku mujtë shërësoj, as me punu, as kur gjëse që thoi një fjolli ku mbo kur baj, veç me nejt me të. E vjetë për vitrina shku në Kosovë, i roni grip, edhe pe që ati gripe, s'mujti me përbalu, edhe vdeku. Para se me vdek, unë i kum najt të ofar ato, edhe kum të gju vojsen, se ka thonë non stop, veç të fjoll, edhe 2 fjoll tha, mam, tha më skojt, këse zotit tha e pëmborën, shiu, tha me tile. E unë e hisë po mëj me bo sopër, shumë po përzita, shumë. A kish një tjerë? E pyt hoqët që, a kish pas pëllësime që me treguaj, që ka mujt me thonë që të fjallë. A ki e thmi tjerë? Në po dhe 2 gjika tjere. O ty Allah në gjennet qoftë, ja Rabbi. Amen, faleminderit shumë. E të më pëmërzit nga shumë, s'po mëj me bo sobër. Tamam, a ki pyetje tjetër? A që ke bërë? Vishta me tite dhe ajo më dhe ti shka shkaktore që da shku në Kosovë, që i karo që në kërë. E qartë, po. Faleminderit që keni telefonu, Allah i shpëlbeft. Allah i shpëlbeft edhe ju. Faleminderit. Po hoxh. A është në rregull, me thonë s'me bëj sabër heq. Mirë i motër. Evlad është evlad. Ja kalen prindit, ja kalen vllaut të motrës, ja kalen. Evladi është, subhanallah. Por, na jena musliman. Kem tha Zotit, kem besu t'jo Zot hak. Ka derën të në hak. Qëkar për te jo Zoti jo në mirë se vjen. Pjesë e kësajna është edhe vdekja, asa është mirë se vjen. Qa dhe për te jo Zot. A është në raport me Zotin në rregull. Me thonë Zotit tonë të besej ty, të du ty shumë, ma shumë se vetë vetën teme se thmini mi se ke 2 janë. Dhe Zotin a nuk jena besimtarë, sinqert për dashtë Allah ma shumë se gjdo kënd tjetër, ma gjithë se vetën. E me thonë Zotin nesër, oj rëbnesha jam. Ti mu tha se më dënë mas shumë ti. Po edhe në du ty, të kam dashtë dhe du. E pse me nëve për mu keqë? Pse me nëve për mu keqë? Që shtu i bjen kë? Pse me nëve për mu keqë? Kështë mes me dënu Allah. Inshallah, nuk e dënën këtë por.
Vesh për thoni madhe zot, o robi janë, pse menove për mu keqë? Ti ndoshta s'di qa se kupton thosë zot, qysh menova për ty keqë? Po ti, për dirë se nuk pajtove me kaderin tem, qëta qova, ti nën vetdijen tënde e pate se të kam bo keqë ty. Kam bo keqë. Kam bo shërë, kam bo dëmë. Kjo me nuk keqë për sotin. Na jena njerëz. Dhe në raport njani me tjetrin. Me menu e vladi keqë për babën. I jetë hatri babës shumë, të bira, për babën për mënë të keqa. Për mu më ndove keqë. Për nanën tonë më ndove keqë. E qysh më ndove keqë, që është i bija birë. Për faktin se ti po e qetë, apo po ludan, që unë ka bo pa drejt, të po mëna për mu keqë. Dhe një më njeri, më shem kërkushi, që një me ka mundësi me bo pa drejt nana e baba, fëmijët sa të dush. Por e është zëtë. A na kur dalim para Allahut, senin më të madhin. Të shpresojmë të Zotë është sinceriteti jonë me Allah. Pa hile me dashtë Allah. Me dashtë shumë Allah. Me dashtë në dëshënia jonë dhe Allah me qenë bitë të qanë. Dhe kejtë tirat me qenë brenda dashurisë Zotit. Në këtë dashni, ndaj Zotit tonë, ne shpresojmë shumë, kër dalim para lartë madhërisë të ti. Për balë ameleve që kena mangësi sa të dush, dhe i lojme, dhe i bojmë si gjyse, dhe i bojmë si shpejte, dhe me dispresë me i krya. Ato mangësi janë ato e në mangësi. Lejnë gjënohat anë që në tjera, ato në tjera krejt, po shtu punë të mira që i bojna. Mund është ti më pështet punë të mira tëna që i ke ba, vallaj gabim e ki, me gjithë mu bashka, ketë na gabim e kem nëse pështetëm një në punë të tona. Sepse ne dim vetën tonë. Në Ramazanën, namazën, sadakën, zeqatën, në punë tjera, në vlazjelake, në humanizmën, në këshjelake, i dina. E shtymë si me zërë, pa të ka zbrasit me dha. Pra, me thonë Zoti, oj, robnisha jam. Ke falë namaz, ke besu mu hak. Dhe me ndove për mu keqë. Ma shumë e dashtë e te vladin tënë, a në robnishën tëmë. La ilaha illallah. E ta shper momentin këtu, kur e thash këta, a ma shumë e deshtë te a onë. Po kujtohet hadithi vërtet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku një grua, këmë shok të vetë, për shikan një grup njerëzësh, kalablak, ata këtë rëb lufte. Në mesin e tyne një grua me një fëmijë të vogël. Për momentin fëmija delë dhe pështilë dikon, fëmija së rënivan. Gruja, nana, fillan me lypë fëmijën. Dhe kur nana e hu fëmijën, dihet që ajo kapin emocionet, shtetësohet, dihet e vrehet. Dhe lypë në atane, lypë këta, lypë në atane, edhe gjenë. Kërë gjenë fëmijën e kapë shtërëngan fëmijën, se shaj falenderimi që gjetë fëmijën. Se shdo nana, edhe hevani pa që ashtu, limu insani. Pejgamberi Zotit për thëtë shokëve të vetë, e shetë një atë nanë. Po ja Rasulullah, se si e përqefe qatë fëmi. Po ja Rasulullah. A pranon që aje nanë me hedhë fëmijën në zjarëm? Jo ja Rasulullah, jo ja Rasulullah. As një nanë nuk pranon me hedhë fëmijën në zjarëm. E ky i bekuar, alayhi salatu wassalam, ju ktheu, ju tha, Allah është me i mëshirë shumë për robin e vetë, se sa që janë nanë për fëmijën e vetë.
Oj, motër, ta ka marrë Allahu vajzën e ka qenë në xhennet, inshallah. Dhe tash çështja e dytë, po nesër thot vladit, oj, nam, pse gjithë këtë mërziti për mu, kurse feja tregon ty hadithet përgëzojnë se fëmia i vogël shkon në xhenet. Pse të gjithë këtë mërziti, e besove Zotin hak, e besove ringjalljen hak, po. Pse oj nam? Pse? Jo, Allah pas nga ka bu, tash ma se kalove një jetë plot me letë, 1 milion letë me i qitë. Jo i motërja, po të me rëvetën, forcohu. Dhe të me harro ladën zotë më se dhashtë, por jo këtë mërzi kështu. Ja. Kjo është e tepërt. Liti që ka disht me thonë, te ka disht me thonë. Te ke prun Kosovë, ke prun vend vetë, në tokë vetë. E ka kap gripi, e ka kap e gjeli. Ka në njerë një thirë e gjithë që, tak një thirë edhe i bëhe gjellë. Një grip i bëhe gjellë. Dikuja që orzu pak i vrajt i kamë i bëhe gjellë. E gjeli kur vjen, nuk dhe jetë grip e pa grip, në Kosovë, në Gjermania, ku je. Qike ka pasë gjelin, ka vdek. Ti lutë Allah, thë jo, zoti jam. Fresko ma këtë shpirt e këtë zemër, e knaq ma të vlad atje, e knaq që mu nesër me ta. Ja, Rabbi, e ma bën perdë gjehnemit. E pas këtë 2 qika tjera, e pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, kër në hadithën Bukhari, Bilal e kanë me të bashkë, e tash Bilal e të reganë, se pejgamberi ju dha ders grave, sa të lipen me dhanë ders. Tha nja Rasulullah, pjap ders vesh burrave, pa në dhe vesh neve grave një dit. Dhe këj bekuar, tha po, mirë kini. Edhe e cakte i ditën, dhe filloj me këshilu, e ndërto i tha, nuk ka grua për jush, e cila i edukan, bën sabër, i ka 3 vajza, e bën sabër ndaj tyne, e që nuk kanë me qenë perde e xhenemit. Disa transmitimi janë, e që nuk kanë me qenë shkans me hinë xhenet. Një grua tha, ja Rasulullah, edhe e që i ka 2, tha, edhe e që i ka 2. Edhe e që i ka 2. Jonë Bukhari, ka arë në hadithën, në transmitimi tjera, edhe e që ka një, edhe e që ka një. Pra, të lutë Allah me fitu gjennetin me këto vajza i motë. Re ke qënë një nëherë të ke qënë gjennet, të ke qënë kështë të zotit. Ajo mirë është atje, insha Allah, ta'ala, sabi, elhamdulillah. Te me të rogalja jote këto, që me kalu këtë jetë, e më marrë me këto vajza që i këtë tjera të me eduku, e më bë bashkë në heret atje. Allahu të vladit zemrën, e të bashkoh me të në gjennet, ja Rabbi. Allah shpëlef të hoxhë ndërumi, patëm pjesën e parë 2 pyetjet dyat kanë emocionuese. Lusim Allahun xhallashan të shpërblejë ty dhe dëgjuesit të dashur miq, bëjmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish. Selamu alaikum të dashur miq, jemi rikthyer me pas një pauze të shkurtër, jemi me emision Rruga e Ndriçuar, ku jemi së bashku me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefet Krasniqi, të dashur miq. Dhe ju mund të jeni një pjesë e emisionit tonë duke u inkuadruar përmes numrit kontaktues 046 22 0022. Po ashtu mos harroni të na ndjesni në Facebook dhe YouTube në kanalet e hoxhës Shefet Krasniqi. Po ashtu mos harroni dhe shkarkimin e aplikacionit doktor Shefet Krasniqi, ku mund të keni ligjërata, libra, pyetje, përgjigje e materiale të shumta. Hoxhë nderuar, kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Desha me pyet hoxhën për këtë kategorinë e mëkatoronit në çështë se bëjmë me shqiptar që është duat, si bëhet një tret në fund të natës, një tret të natës së fundit. A do të patjetër me qenë me namaz natë apo në çështë se do më bëni një ajete dhe një ajete a mund me bëj sipas surave që dinë përmendsh apo do patjetër me lexuar në Kur'an. Vullai vllaki fol shpejt, nuk di hoxha të ka kuptu. Sa ty. Në rregull, e presoj. A ka mundësi të lutem, lutem, ma ka dalë. Absolutisht.
lutem absolut. Kjo grada nuk atëron, nëse mund ta shqiptoj ashtu siç duhet në çështën islame. Grada që është? Shfaq. Sekond, cila grad? Grada nuk atëron. Është kjo hadith e saktë si po çarkullon në rrjetë në telefona. Nuk atëron, është hadith e saktë edhe që vet në 1/3 e natës së fundit për 1000 ajete. Apo ndëgjohemi? Po, Kry, tamam, po. Hoxha imi. A më të vazhdoj? Po, vazhdo valla. Kry, po, kimo. Do të thotë që bet me 1000 ajete, a duhet patjetër me qenë me namaz në 1/3 e fundit të natës, apo duhet edhe pa namaz edhe 1000 për të arrit për 1000 ajete, a duhet patjetër me lexuar në Koran, surën apo surën që dinë apo përmesh vet. Kjo është e pyetja. Faleminderit. Allah ju shpëleft. Selam aleikum. Aleikum selam. Hoq, shpresoj që ti ke kuptuar se për mos ishte kjo. Allahu halal. Ka shpresu. Ma shpejt se unë ka fol. Allahu nderoft, valla, Allahu nderoft. Kë, po thotë kam lexuar diçka në internet, por pjesën e parë nuk e kuptova, ama kuptova kur tha me lexu 1000 ajete. Ja, po nuk, ja se kam çfarë këtë meselën e hiç. Edhe në ka diçka çka është e ndërlidhur me 1000 ajete. Për namaz natë të përgjithshëm. Namaz natë është namaz i përgjithshëm, ku i falë 2 recate, 4, 6, 8, 10, 12, pejgamberi ka falë din 13 sallallahu alaihi wasallam, po ti falë edhe 30 namaz natë. Sepse ai ka falë 13, pe ka falë 4-5 sahat, alaihi salatu wassalam. Falti ma pak ma shumë, s'frish punë, namaz i përgjithshëm, me njetë namaz natë, sënetet e 2 recate sabahut azami. Këna gatë, këna shkurt, qysh din Koran. Qysh din Koran. Dikush që din Koran gjatë, e këna në recatën e parë, këna të azami, një gjës. E përsërit një gjës. Po ta një rukun se din ma shkurt. Dikush e këna surë shkurtë, elem të rekejfen, kullu vallahun, po në rukun se është dërën ma gjatë. Nëse të mi lexuar versjonet në majtë, po? Këmë majtë? Kurani. Nuk preferohet. Ja, nuk preferohet. Nuk është e preferuar. E lejuar, jo e preferuar. Kështu që s'pëdiju të që ke lezu, ti ku ke lezu, s'ka dve kemi 1000 ajete, namazet cili ka 1000 ajete, dhe të më lezu 1000 ajete, këta Nashta është e rej, hoq. kështu që na mërkuptoni, por, po. Allah shpëleft. Kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën? Po, do shta me pyet hoxhën, e kom përfundu kursin e Kuranit. Qa ke Kur për një herë me fëmijët, po Kursin e Kuranit. xhami diçka nuk si funksionoj kjo për të mirë, po thonë më mirë, po kuptojmë prej teje. E fillova me ta, po atër thashtë të përfundoj hëne, e pyeta mësuesën, tha, je e gatshme për me mësua dhe fëmijën, po pyetja em është, s'tash më ka ardhur një shans për hifz. Po s'po dia është më mirë me ja mësu fëmijëve një herë me lexu Kur'an, e masa se më ja nisu në hifzet, se po më do këtë vetja pak egoiste, ose po mirë na veç me veten. Se më s'ka drejt për dyjat nuk kam kohë. Allah shpëleft. Tu komplet hifzet ose mi mësu në herë fëmin, të në vitin tjetër e kam prap shansën me fillu. Allah shpëleft, faleminderit. Edhe ju. Allah ju të bëft hafize. Ty mas për rëndësie është fëmija edhe burri. Se ke që ka fëmi ka burë, e ku jetë haki burrit. Shë që mos të harroj. Se me gjithë të mirat të mëdha, të shumëta, që i ka, që ka në këtu kurse online tash, e që është për të mirave të internetit, pa pas nevoj më allëtu më dalë për shpise me shku në shkollë, me shku atje, ku ta dion. Mund është më bëha hafuze, pa mësuse në korë, pa ullë në banka në korë. Mund është me mësu librat fekut e të hadith të tjere, por nga një herë më të rëdina me hinë hak, burrit, apo në hak fëmive. Po fëmive ma nuk e hinë hak, se zemra e dhem për fëmi, pa për burr nuk e dhem. Po,
për burr nuk e dhem zemrën, e dhem për fëmijë. Për burr nëse është elementi dashnisë. Nëse elementi dashnisë është zbehur, mos më thonë është hjekur, atëherë shumë letë mund të me hinë hak. E të Zotit del keq. Të Zotit del keq. Ti edhe nëse bësh hafuze, e mësuese Kur'an, të çka të dush, e hin burrit në hak, ti notën e ki shumë toll të madhe Allah. Thuj ndryshe, nëse agjeron të hanëm tajtë, një ditë për ditë ja, që është namaz natë falë, bën dhikr të ditën. Pra, në shekin parë nota 10, por me burë të nësfull. Ose, burët vjen e shka në shpeje hinë e del, asë më rësë ka gruna të bile. Jem në zanë unë. Jem në zanë të me përcil burën, me prit burën, me këthy bukë, me veta undë, a e lodhë, apo me dojmë pi diçka, me humor diçka. Të shenë za për qaj arti. Për atë, këtu mas mirë dhe funksionan hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i Selmanit në Bukhari, ati li kulli dhi haqqin haqqahu, jepja se cilit haqqun. Kër ka thonë Abu Dardas, ki haq ndaj grus. A i burr atje, na flasim për grupa atje burr, agjeru shumë, namaz natë, por gruja që atje. Tani gruja anku. Selmani tha Abu Dardas, pse sep hakin grus. Pse këta, edhe i kallëzë pejgamberi tha ka vepru drejt. Jepja se cilit hakin e vet. Jepja hakin shëndetit, flaj. Jepja hakin ushqimit, me harmonia nuk më ndora në undi. Se këta që rrinë dijet e 14 vete në prish. E në hak trupit. Jepja hakin borrit, jepja grus. Jepja hakin fëmijëve, jepja hakin Allahu të madhruar të bareke vë ta'ala. Kështu që mërë me fëmijë më otër, Koran ka pak me thima shumë. Sepse thmini ki farz, wajib, Koranën se ki farz me supermersh. Burrën e ki farz me këqyrë. Thmini ki farz me eduku, Koranën se ki farz me supermersh. Kuptove tash formën tjetër? Allahu të rujtë. Po inshallah, tani arrin të këta ka dalë, se ti eshe sinqertë, të kesh vëllnete, shumë e motër, arrin. Por, gjithmonë të aurujt hakin të një tjerëve. Amo, zxatët koha, le zxatët 10 vjetë 10, 15, le zxatët, se kena na me këtë saktuar, ja për 2 vjetë ja heqë, 10 vjetë, 15. Allah që vëllift. Kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Desha me përshëndet dëve, besë në qana është hoxhën. Faleminderit. Edhe kesha një pyetje për hoxhën. Një dukori hoxh që është u shfaq jashtëzakonisht shumë në për teren, se di ju hoxhallarët a jeni fort të e pa ajo, po se po flitet tepër pak për të për homoseksualit. Është një dukori që si shoqëri për shumë të ushtu dete ma shumë, po shumë pak më flitet për ta. A ka nevoj populli pak më vedisu për këtë punë, ose për që smuje haram bedim krejt, po a ka nevoj në ashti për ligjerata ma shumë, ose diçka se sidomos në për Prishtinë, për qytet, ka të cilësh më në po njerës që kanë ndru kejt edhe dukin, edhe pamin, edhe këtanët. Po na shqetëson pak si shoqëri, për folëm edhe në rreth, qysh e trajton feja, ose qysh bëhet kjo punë. Allahu ndërëft. Faleminderit që na keni telefonu. Allahu na ruajt prej smundjeve të tilla, këto janë smundje shoqërore me pasoja fatale. Tash unë nuk them, nuk më me të kundërshtu ty, por mundem me mendu pak më ndryshe.
që populli jonë falë Zotit se tradite ka e i këtyne gjërave, nuk do thëtë që nuk ka, nuk do thëtë që nuk përkrahën pejti tjerve, por në përgjithësi, kjo dokuri veçanti me ardhjen e presidentit Trump në krye të shtëpisë së bardhë, për të mirave që i ka sjellë Zoti është që i ra grusht fort këtyne të shpërlanëve, të janë shpërlanë, pa dinjitet, pa din, pa vatan, pa iman. E Allah i madhruar e sjellë ka se pret insani heq. Sepse këta qonë pesh me kryeministra, me ministra, me njerëz, me pesh, me nam, me dal, me reklamue faqezit, edhe kryt për pjetë të mendu që jem të bëtë diçka vlera, kultura, veç o Zot bën rahmet. O Allah bën rahmet, e mos na dëna për gjenatë e tyne. Ja Rabbi, o Allah mos na dëna, mos na shkatëra për gjenatë e tyne. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Me thonë s'kam që ka i bëj. S'mu i nali, s'kam drejt me i nal, s'mirra me ta, tënë na mund të hahën. Par, me dalë mi prit këqijave, mi rreshë plak, e me i nëzit, e me i përkra. Kjo punë është. Kjo punë veç, eudhu billah, min e dalal, bi dalaleti. Por a shekur dënë Allahu, o ambyll të krejt. Dhe më nuk flasin. Edhe fondet i kanë paku. S'ka fonde mu, pe qajtit ku kanë ardhë. Mund të ke tjera, që dërka, për ju të ati rangu. Jo, s'ka mu. E kjo është një mirësi, dhe rahmet e Zotit mirëp të ti. Se po të bënd të legjë, që i dënin me bo këta faqezit, këta faqezien, ai që dë me bo, që ata legja faqezi, ai ftyrën e ka dëzez, kër dënë ditë kiametit. Ai në ditë kiametit e ka ftyrën e zez, pe i mkateve, pe i haramit. Po të bënd një legjë, që i dënin me bo, e që Allahu deshe nuk i lata dje me vajza që kem parlament me votu, atër ishë bëhë tepër keq. Tepër keq. Por, që me bona muslimant? A në ngarkan Allah për te mundësie? Nuk në ngarkan, o Zoti, on ti pëjshë. O Allah ti pëjshë. Vjen një zaman ku njerëzit e legjitimojnë edhe krimin. Po le të legjitimojnë. Të Zoti krim kë. Të Zoti është krim. Allah i quan mujrimin. Lexo Kur'anin. Se si përshkruan Allah popullin e Lutit. Lexoj. I quan kriminal. Zoti i quan kriminal. Pra të Zoti është krim. Të njerëzit çka bojnë? Ta bojnë vlerë. Ta bojnë ligj. Njerëzit. Pse? Sepse kanë pushtetin dorë. Sepse i nxit dikush, i stimulon dikush, sa halpir sa, kanë qëpë ma afru dikun. E qëllime tjera, Zoti e din. Zoti e din, shumë për tyri që se dina na. Andaj neve, në ta kanë o Zot. Më unu me vdisë miletin, edhe me gridur të o Zoti jo. Më sile dasha keqt. Me përnu keq këtë vend, e me prish këtë vend, ja Rabbi. O Allah, ata që dojnë të keqen këti popull edhe këti vendit tonë. Erinise, granimit, e bërnimit, e tokës, atë dhejut, e të në gjithë sendi.
që dojnë të keqen vatanit e këti populli ja Rabbi, zbrapsev, qëllimet e tyne, e kurthat e tyne, kthehem kokat tyne, ja Rabbi l'alemin, mos ja realizat qëllimet e tyne, e runa sherrët tyne, sherrët të armiqve të brendshëm dhe të jashtëm, e sherrët krejt atyne që dojmë i bo sherrë këti vendit tonë, ja Rabbi l'alemin. Allahu është i plotëtishëm na përgjigj dhe alhamdulillah, Allahu na përgjigj edhe njëherë për njëherë shans nuk ka e punë më bëllahu. Me emër të Zotit, me emër të Allahut. Inshallah Allah kur nuk i len ja Rabbi, dhe në kiamet. Kemi një telefonat në linje, selam aleikum, dhe kjo është telefonata e fundit për sonte. Alo, selam aleikum. Po, aleikum selam, jeni drejt për drejt në emisionin Rruga e Ndriçuar, urdhnani. Faleminderit, Allah në gjenet qoftë hoqë më të pari tyje, e matin tanë, e shrikus të dëgjus të të. E po ta një pyjtje shumë shkurt, hoqja e ka shpjegu disa raste për familje dhe më thonë që nuk kanë fëmijë, unë jam neo për aty në rastë, dikon i kam 10 vjetë, 11 vjetë martes, po nuk ka dashtë Allah e alo. Për arsye shëndetësore është. Edhe po tash po mendoj a ka ndaj fletushk ose ndaj ligjërata më të hoxha me marrë veçantë për ç'është funksionon në aspektin fetar çështja me marrë fëmijë. Në aspektin e? Domethënë në aspektin fetar, sepse në aspektin religjor janë ato dokumente që mundesh me gjetë, po në aspektin fetar hoxha më shpjegou çka lejohet. Ndoshta një ligjërat me marrë, ndoshta një fletush, në sen, me shpjegu sakt çka lejohet në aspektin fetar që funksionon adaptimi, ose veç me marrë fëmijë me rrit. Shfel të fertiliteti apo me adaptimi? Të fertiliteti e ka shpjegu shumë qartë, nuk kam ato ajson pa qartë, vetëm me marrë fëmijë është fjala. Të adaptimi keni fjalën? Të adaptimi, po. Allahu nderoft. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kësë duket nuk të ka për cilë neve rregullisht. Se ne kemi folë disa herë këto, por më në detaje i ka dy mundësi. Librin Surët al-Ahzab, komente Surës Ahzab që kemi përmëvu në Ramazan, po pra që është në fillim, ajetet e para, flet për adaptimin, birsimin, edhe aty kemi folur gjërë e gjatë, çka lejohet, çka ndalohet e të tjerë. Libri, koment e Surës Ahzab. Po të njëjtat ajete mënyra e dytë i gjenë internet. YouTube, Facebook besoj që i gjenë koment e Surës Ahzab. Lëpe ajetet e para, po të nga për fillimit të Surës Ahzab, edhe i gjenë aty, të shpjegu ligjëratën, të shpjegu ajetet e Koranit që flasin për birsim. Se e shkarkon aplikacionin, do thoshte vetë. Po, edhe i ke edhe aty, besoj. Kaq, as gjë më shumë nuk duhet material. Dhe ti mos u dashpra për fëmijë, bën dua, lutje, të mjeku, Zotë është i madh, të barek o ta'ala, inshallah Allah të gëzan me vlad ja Rabbi. Inshallah Allah të gëzan. Po. Allah i ndroft, hoxh i nderuam. Allah i ndroft, Allah shpëlef në halal për kohën. Faleminderit të dashur miq, faleminderit për vëmendjen, lutim Allahun xhalla shanehu. Të shpërblej hoxhën për ligjërat dhe për këshillat, po ashtu dhe ju dhe neve Allahu xhalla shanehu të na shpërblej. Faleminderit për vëmendjen, deri në takimin e radhës. Mirupafshim. Selamu alaikum.